Kjo gjë shkaktoi shumë reagim nga përfaqësuesit e këtyre kompanive, të cilat më dërguan një letër. Ne votuam diçka, por unë ngacmova fort dhe doja ta vazhdoja këtë gjë. Po e lexoj edhe një herë letrën të plotë. Pra, është një letër që vjen nga industria e përpunimit të qumshtit, IPQ, letër ankese, që thot: Zonja Rudina Xhunga, shoqata e industrisë, ja, ta lexoj me syze, që ta lexojmë siç duhet. Mos bëjmë asnjë gabim. Shoqata e industrisë së përpunimit të qumshtit hedh poshtë pretendimin e dhënë në televizionin që u drejtoni, televizionit dritare, nga veterineri Aleksandër Orgaçi dhe ju si moderatore, mbi përdorimin dhe ju si moderatore. Në fakt, moderatore tha nuk i qumësht, nuk besoj se ky është problem, po s'ka gjë, si doni. Mbi përdorimin në sasi të mëdha të qumshit pluhur nga industria e përpunimit të qumshit në Shqipëri. Dëshirojmë t'ju informojmë, ky pretendim është i pavërtet, i pabazuar në dhëna zyrtare, përbën shpifje që dëmton imazhin e industrisë së qumshit. Sepse, 1. Industria shqiptare e qumshit prodhon nën produkte në lëndë të parë vendase dhe në mungesë të saj importi 100% qumësht të pastër direkt nga fermat e BE-s. Pra, nën produkte me lëndë të parë vendase dhe në mungesë të saj importi 100% qumësh i pastër që vjen nga fermat e BE-s. E lexova, po tani po e lexoj tamam. Domethënë ne marrim qumësh nga fermat e BE-s. Përpunuesit e qumshit në Shqipëri mbështeten çdo ditë në qumësh të freskët siguruar nga Mira Ferma, më falni. Mira Ferma. Djes, dua të kem gjithë seriozitetin e dur për ta lexuar këtë, sepse unë jam shumë e qartë që ato janë biznese. Jam shumë e qartë që çdo fjalë që dëmton një biznes është një mallkim në fakt, është një dhe nuk duhet të dalë nga goja jonë. Dhe unë yt e njerëzit që e dua kaq shumë të vend, sa nuk do t'i bëja kur me dashje keq asnjë biznesi. Por nuk do lejoja as që bizneset të më bënin keq mua. Mua, fëmijës tim, prindit tim, neve, duke mos na thënë të vërtetën. Më mirë më thuaj të vërtetën se sa të më gënjesh. Tani ta lexoj të gjithë këtë gjë me gjithë seriozitetin e dur, sinqerisht. Mira Ferma në gjithë vendin, nuk ekziston asnjë praktike zëvendësimit të qumshit të freskët në qumësh plur në prodhimet bazë si qumshi i freskët, kos i trash, gjizë, djatra tradicionale. Ndërkohë që ligji i ushqimit e lejon përdorimin e tij në masën 2% dhe pa detyruar operatorët ta shkruajnë etiketë. Aktualisht, të gjithë antarët e shoqatës grumbullojnë 20-25% të qumshit të lopës të imtave të prodhuar në Shqipëri, që kanalizohet për përpunim. Saktësisht, grumbullojnë për përpunim qumësh lope nga 2435 ferma blegtorale ndaj 2800 fermave blegtorale dhe mbi 5 lopë në Shqipëri. Dhe me mbi 5 lopë në Shqipëri. Të dhënat zyrtare tregojnë përdorim minimal dhe deklaruar të qumshit plur. Sipas të dhënave doganore dhe raportimeve të Eurostatit, importet e qumshit plur në Shqipëri janë shumë të ulta, të përdorura vetëm për kategori specifike si pastiqeri, punishte, akullore, formula teknike. Shqipëria në krahasim me vende si Italia, Greqia, Kroacia ka konsum të ulët të qumshit plur. Saktësisht në Shqipëri konsumi i qumshit plur në vit është 472 gram për njeri, ndërkohë që në Itali është 1,45 kg për njeri. Në Kroaci është 997 gram për njeri dhe në Greqi është 758 gram për njeri. Italia bë kaname, kilogram me paska Italia? Çdo përdorim i tij është i deklaruar qartë në etiketë sipas ligjit për sigurinë ushqimore. Nuk ka asnjë provë apo raport që të vërtetojë përdorim të fshehtë të qumshit plur në produktet e konsumit të përditshëm. Aku kontrollon rreftësisht çdo produkt të tregut. Tani në këtë pikë kjo është e keqja, që s'kemi besim të Akuja kontrollon. Do ndërkoj letër dhe Akuja tani. Së do të pa folur, unë që të bëj? Jam njëri përpara se të jem gazetare dhe jetoj në këtë vend dhe kam vendosur të jetoj në këtë vend. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kryen monitorim të vazhdueshëm, analiza laboratorike dhe kontroll të etiketimi. Deri tani nuk është konstatuar asnjë rast abuzimi me përdorimin e qumshit plur nga industria shqiptare. Mbetemi të hapur pra për sqarim dhe verifikim të fakteve, po edhe unë mbetem e hapur. E para njërë më bëri shumë përshtypje, sidomos pjesa e parë më bëri përshtypje, thoshte gjëra që unë nuk i dija. E di pse nuk i dija, sepse ju, dhe ja ku janë të gjithë emrat atyre që kanë shkruar këtë letër, pra që janë në këtë industri, dhe ata janë Lufra, Erzeni, Zepa Natural, Mireli, Klegeni, AGN-ja, si dikush është, Albamilku, Girofarma dhe një tjetër Vita, duket, po janë shumë. Bravo.
Sa mirë që jeni bashkë, që jeni bërë një shoqat, që mund të mbrojnë njëri tjetrin, edhe ne duam të mbrojmë veten, por ne nuk duhet të mbrojmë nga ju dhe ju nga ne. Më thënë, kjo nuk është një marrëdhënie konsumator, gazetar, biznesmen, në luftë me njëri tjetrin ose në frikë me njëri tjetrin. Ne jemi bashkë me një qëllim, që ne të ushqemi mirë dhe ju të mund të fitoni, mbasi na keni ushqyer mirë neve. Ka shumë gjëra që nuk shkojnë siç duhet. Por që të funksionojë, zgjidhet duke komunikuar. Kjo është një mënyrë komunikimi, pak në pjesa e parë. Dhe pjesa e dytë kuptohet që ata thonë që i kërkojnë portalit tuaj të heqë me njerë lajmin e pavërtet, të publikojë për gënjeshtrim zyrtar dhe të shmangë përsëritjen e pretendimeve të pabazuara. Ne mbetemi të hapur dhe për çdo rast tjetër do t'i drejtohemi shkallës së parë të jurisdiksionit